Horoskopi ditor e martë 17 mars 2026. Dashi, nëse i dëgjoni këshillat që do t'ju japin të tjerët, do të dilni të fituar sot. Tregohuni edhe sa më realist. Ju të dashuruari do të mundoheni të bëni të pamundurën që të përmirësoni sa më shumë jetën tuaj në çift dhe me pak sakrifica do t'ja dilni mbar. Për ju beqarët nuk do të ndodhë asgjë rëndësishme, kështu që do t'ju duhet të prisni edhe pak. Në punë do t'ju realizohen të gjitha objektivat që i kishit vënë vetes dhe do të ndiheni të përmbushur. Suksesi do t'ju jap më shumë shtys për të bërë përpjekje edhe për të ardhmen. Saturni do të jetë planeti që do të sjellë vështirësi në planin financiar. Gjendja nuk do të jetë as pak e qëndrueshme dhe me zor do të kryeni edhe shpenzimet e mëvonshme. Demi, edhe pse her pas here do të tregoheni më të hapur se sa duhet në përgjithësi, dita e sotme nuk ka për të patur probleme. Nëse keni një lidhje, klima në jetën tuaj do të jetë shumë e ngrohtë. Do të ndiheni më të dashuruar se kur ndonjëherë më parë dhe të lumtur që keni dikë si partneri në krah. Ju beqar do të keni veçse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se kaq. Në punë do të jeni këshillues shumë të mirë dhe nuk do të bëni gabime. Me ta në krah, mund të shkoni shumë larg. Financat duhen menaxhuar me përpikmëri dhe kujdes të madh, sepse në të kundërt situata mund të përkeqësohet. Binjakët, fal Jupiterit, jeta juaj do të jetë më e bukur sot dhe do të mendoni shumë me pozitivitet. Nëse keni një lidhje dhe doni që të kaloni çaste të këndshme me partnerin tuaj, mundohuni të vini ka pak së shkuarës dhe të mendoni vetëm për të ardhmen. Ju beqarët nuk do të ndiheni ende gati për të pasur njohje të reja dhe do të humbisni kështu mundësi të shkëlqyera. Në punë do të jeni shumë kurioztar dhe të gatshëm për të provuar sfida të reja. Priten zhvillime mjaft pozitive që do t'ju lumturojnë pafundësisht. Me shpenzimet bëni kujdes, po i shpenzuat gjitha paratë tani, nuk do të dini çfarë të bëni më vonë. Gaforia, cila do të kenë qenë vështirësit në jetën tuaj sot, do të mund t'i kaloni së hape mbyll syt, do të jeni më larg pamës. Ju të dashuruarve do t'ju duket vetja sikur jeni në përëndra. Do të mahniteni nga mënyra se si do t'ju trajtojë partneri dhe nuk keni asgjë për çfarë të ankoheni. Ju beqarët nuk duhet të ndërmerrni rreziqe të mëdha vetëm për të ndryshuar statusin, sepse nuk ja vlen. Në punë do t'i bëni ëndrat realitet. Pas shumë përpjekjeve, do të arrini fitoni pozicionin që keni pasur dhe do të futeni në një etapë të re. Financat do të jenë tejmase të trazuara, kështu që duhet bërë kujdes me çdo lëvizje në këtë sektor. Luani, sa do të jepni kuraj vetes, shpesh do të gjendeni në situata të vështira sot. Gjërat nuk do t'ju ecin ashtu si ju i kishit menduar. Për ju të dashuruarit do të ketë momente shumë të mërzitshme dhe të lodhshme. Rutina do t'ju pushtojë gjatë gjithë kohës dhe në disa momente do t'ju duket sikur mezi po merrni frym. Ju beqarë do të argëtoheni gjatë gjithë kohës me miqt dhe të njohur dhe nuk do ta keni mendjen për të kërkuar princin e kaltër. Në punë do t'ju bëhen shumë premtime, por nuk duhet i besoni verbërisht. Disa vetëm sa do t'ju provokojnë për të parë se si do të reagoni. Financa do t'i keni më tepër nën kujdes dhe gjendja do të fillojë të ketë disa përmirësime të vogla. Virgjëresha, do të jeni goxha të ndjeshëm sot dhe çdo kundërshtim që do t'ju bëhet, do t'ju lëndoj. Mundohuni të mos merrni asgjë personale. Për ju të dashuruari do të jetë një ditë plotësisht rutinë kjo e sotmja. Do të mërziteni tejmase dhe mezi do ta shtyni çdo moment. Ju beqarët do të jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje për shkak të punës dhe ka mundësi të realizoni takime interesante. Nuk duhet të lini asnjë mundësi t'ju ikë nga duart. Në punë do të keni mosmarrveshje të shumta me disa kolegë që do të mundohen t'ju bllokojnë rrugën për të ecur përpara. Buxheti duhet të riorganizohet me kujdes sepse në këtë mënyrë situata mund të stabilizohet. Peshorja, o sot o kur, ka ardhur dita e ndryshimeve dhe marrjes vendimeve, kështu që bëhuni gati. Por ju të dashuruarit është momenti ideal për t'u afruar sa më shumë me partnerin tuaj. Po nuk e bët këtë gjë, do të pendoheni tejmase më vonë. Ju beqarët do të dini si ta bëni për vete dikë që pëlqeni
dhe shumë gjëra kam për të ndryshuar rrënjësisht në jetën tuaj. Në punë do t'i keni të gjitha mjetet për të arritur atë që dëshironi, kështu që mund t'i realizoni planet, edhe kolegët do t'ju japin një farë mbështetje. Financat nuk do t'i mbani dot të stabilizuara sepse dëshira juaj për të kryer shpenzime gjatë gjithë kohës do t'jetë e papërmbajtshme. Akrepi, gjatë kësaj dite mund të kaloni edhe momente pesimiste dhe nuk do të ndiheni mirë. Megjithatë, gjithçka do të kalojë falëmbështetjes së miqve. Nëse keni një lidhje, mundohuni të tregoheni sa më realist dhe mos e idealizoni shumë atë që keni në krah. Në këtë mënyrë nuk do të përballeni as me zhgënjime. Ju beqarë do të keni disa takime, por asnjë nga personat nuk do t'ju pëlqejë aq shumë sa për të filluar një lidhje me të. Në punë do të jeni shumë serioz dhe nuk do të gaboni në asnjë moment. Çdo gjë do të ecë si duhet. Financat nuk do të jenë të këqija, por rekomandohet të mos jepni para hua sepse shumë shpejt do t'ju nevojiten më tepër për vete. Shigjetari, nëse nuk mundoheni të gënjeni dhe të bëni gjërat si duhet, jeta juaj do të ecë më së miri. Për ju të dashuruari, dita e sotme do të jetë veçantë dhe as pak problematike. Çdo gjë ka për të ecur ashtu si e keni ëndërruar gjithmonë. Nëse jeni beqar, duhet të bëjnë kujdes me çdo hap që hedhin, pasi jo të gjithë personat janë ashtu si duken në punë, ashtu si të gjithë edhe ju do të bëni gabime. E mira është t'i pranoni ato dhe të bëni të pamundurën për t'i zgjidhur. Sa më shumë të vonoheni për këtë gjë, aq më keq do të jetë. Buxhetin do ta keni më tepër nën kujdes dhe do të mundoheni ta riorganizoni në mënyrën e duhur. Situata do të përmirësohet goxha. Bricjapi, gjatë kësaj dite duhet të tregojeni të kujdesshëm me çdo gjë sepse situata do t'ju dalë jashtë kontrollit tërësisht. Nëse keni një lidhje, bëni kujdes me xhelozinë e tepruar sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit dhe do të keni probleme. Ju beqarët do t'jeni të hallakatur dhe nuk do ta keni as pak mendjen për të filluar një lidhje. Në punë do të ndiqni strategji strikte dhe çdo gjë do të realizohet më së miri. Disa kolegë madje do t'ju kenë zili. Financat do arrini jo vetëm t'i stabilizoni, por edhe t'i përmirësoni ndjeshëm. Shfrytëzoni rastin për të shlyer borxhet dhe për të hequr para më njanë. Ujori, ditë e re do të jetë kjo e sotmja për ju. Në shumë momente, madje do t'ju duket sikur problemet nuk do të kenë mbaruar. Nëse keni një lidhje, jeta juaj në çift do të përballet me sfida të forta dhe do të merrni vendime vërtet të rëndësishme. Përgatituni për gjithçka që mund të ndodhë. Ju beqarët nuk do të lodheni as pak për të gjetur personin e duhur sepse ai do të jetë më pranë nga sa e keni menduar. Në punë do të keni shumë ide në kokë, por do ta keni të vështirë t'i vini në zbatim. Kërkoni ndihmë pa druajtje. Hëna do t'ju ofrojë mundësitë që financat përmirësohen gjithmonë më shumë. Peshqit, do t'jeni shumë të shoqërueshëm dhe të dashur gjatë kësaj dite. Nuk do të vini re synimet e këqija në disa persona dhe mund të lëndoheni. Nëse keni një lidhje edhe pse të afërmit do t'ju paralajmërojnë, ju sërisht do e ngrini në piedestal partnerin tuaj. Kjo ka për t'ju sjellë zhgënjime dhe mërzitje të mëdha. Për ju beqar do të ketë plot takime, por do duhet kohë për njohje sa më të mirë përpara se t'i thni hapa të rëndësishëm. Në punë do të keni aleat të fortë, prandaj do t'i realizoni një nga një të gjitha planet që keni bërë. Falenderojeni sepse pa ta nuk do të mundeshi dot. Sektori financave do të jetë goxha i privilegjuar, kështu që edhe po shpenzuat pak më tepër, nga zakonisht nuk do të keni tronditje.